Përshëndetje, sot do ju prezantoj një nga recetat e mia të preferuar, e cila është shumë e lehtë në përgatitje. Le të nisim me përbërësit. Kungull i grirë në rende, 2 kokra vezë, 1 gotë qumësh, djathë dhe miell mistri. Çaj vezët dhe i vendosim në tas, heqim farën dhe më pas i tundim. Në vazhdim i hedhim gotën me qumësh, por jo të gjithën. Unë kam përdorur qumësh fshati me ajk dhe kjo e bën më të shijshme. Marrim djathin dhe e coptojmë me duar në madhësinë që dëshirojmë. Pas hedhim kungullin. Kungullin e kam ngrirë në rende në pjesën më të imët. Hedhim gjysmën tjetër të qumshit që na ngeli dhe kripën dhe më pas hedhim miellin e mistrit. Si mirë derisa të formojmë një masë kremoze. Kungullin që unë përdora për këtë recetë e kam ngrirë në rende dhe e kam vendosur në ngrirje dhe e përdor atëherë kur më duhet. I hedhim pak gjalp të freskët përsipër dhe më pas e vendosim në tavë me letër pjekje dhe e ngjeshim mirë me pirun, e rregullojmë formën, i hedhim pak vaj ullire përsipër dhe furrën e kemi parangrohur me 180 gradë, e lëm për 40 minuta në furrë dhe heqim kur ta shikojmë që sipërfaqja është bërë krokante dhe ka marrë këtë ngjyrën e bukur të ardhur. Duhet ta lini patjetër që të ftohet, sepse unë këtu e mora të nxehtë dhe ajo nuk po dilte nga tava. Në momentin që ishte ftohur, është bërë super e shijshme dhe ka një shije të veçantë. Por mbi të gjitha, është e shëndetshme. Ju bëf të mirë nëse e provoni.